Një investim i rëndësishëm në sistemin e ujësjellësit ka nisur në njësinë administrative Trebinj të Pogradecit duke sjellë zgjidhje për një problem të kahershëm të furnizimit me ujë të pijshëm. Projekti përfshin 8 fshatra të zonës dhe pritet të përfitojnë rreth 4500 banor. Projekti prek fshatrat Guri Bardh, Dunic, Kalivaç, Potkozhan, Pevelan, Malin, Trebinj, Pleshisht. Investimi realizohet nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellësit në bashkëpunim me Bashkinë e Pogradecit. Kreu i bashkisë Ilir Xhakolli ka inspektuar nga afër punimet, duke deklaruar se me këtë projekt përmbyllet një herë e mirë problemi i ujit të pijshëm për zonën e Mokrës. Kalivaç, Pevelan, Malin, Potkozhan, Trebinj dhe Pleshisht. Kemi provuar dhe pasi kemi eksperiencë punësore, kemi provuar gjithë to. Fqinjët tonë, po me kontin kemi ngel shumë të kënaqur. Materialet, rekordimit e tjerë gjithë. Plastitalen përdorin si rekordim për ngjitje të tokës. Dhe pajisjet e ngjitjeve saltimi janë gjitha plastitale. Edhe ne besoj që mbajmë premtimin, dhe unë duke përfunduar edhe këtë, fundojnë gjitha fshatrat. Se kjo ishte mbetur, njësia Trebinj. Kështu që ju ftoj që të punoni me cilësi të mirë, sepse e meriton kjo zonë. Punimet kanë nisur prej disa ditësh dhe po ndërhyjet me tubacione bashkëkohore që garantojnë furnizim të qëndrueshëm dhe cilësor. Krahas ujësjellësit po punohet edhe për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.